Hamasi dorëzon Izraeli trupat e 2 pengjeve. Hamasi ka njoftuar se në orën 22 të ditës së djeshme do të dorëzonte 2 trupa pengjesh izraelite të kryqit kuq si pjesë e marrëveshjes së pushimit. Lajmi ishte konfirmuar nga burimet zyrtare, të cilat bën me dije se një ditë më parë u dorëzuan 4 trupa, po njëri prej tyre rezultoi të ishte një palestinez, jo peng izraelit. Sipas mediave të huaja, Izraeli po humbet durimin pasi Hamasi po vonon dorëzimin e 21 trupave të tjerë sipas kushteve të marrëveshjes. Duhet të ishin kthyer menjëherë. Ne dim saktësisht se sa pengje mund të lirojë Hamasi dhe nëse ka qasje në trupat e tyre. Ua kemi bërë të qatë ndërmjet se Hamasi po luan një lojë të rrezikshme tamburime izraelite për median. Ndërkohë, trupi i 4 i kthyer dje në Izrael ka shkaktuar debat pasi rezultoi të ishte një palestinez nga bregu perëndimor, i cili sipas raportimeve ishte përdorur si mbrojtje njerëzore nga ushtria izraelite gjatë luftimeve në Gazë. Izraelitët deklaruan se trupi i dorëzuar nuk kishte asnjë pengu të identifikuar nga lista zyrtare. Ky zhvillim ka thellua tensionet mes palëve, ndërsa negociatat e prishta dhe në mbikëqyrjen e ngushtë të ndërmjetësve ndërkombëtar vazhdojnë.